Po, në fakt është e rëndësishme, natyrisht për mua, nuk mungojnë fjalët. Ka përshtypjen shumë shpesh kur flas për artin bashkëkohor, gjithmonë e kam kthyer 1-2 herë kur kam qenë në akademi, se kur kam bërë prezantim publik, për mua është shumë e rëndësishme që të gjej fjalët në shqip dhe në fakt nuk është se mungojnë fjalët, po mungon historia e përdorimit të këtyre fjalëve për kontekste që janë të reja për ne në Shqipëri, arti bashkëkohor, për të shpjeguar një ide që ka lidhje me artin bashkëkohor, me këtë aktivitet ndoshta duhet të thuash më shumë fjalë bashkë që të krijosh ide dhe jam i bindur që 20, 10, 30 vjet do flitet shumë për këto gjëra, kështu që një fjalë vetme do mund të mbaj atë peshën e gjithë fjalës që përdorim ne sot. Është një gjë që ndodh dhe në frëngjisht, në anglisht, natyrisht shprehem shumë më kollaj në shqip se sa në gjuhën e huaja. Po kur vjen puna për të folur në një intervistë për artin bashkëkohor, është ndoshta më kollaj, po jo sepse e kam të vështirë të gjej fjalët në shqip, po sepse janë tok fjalësh apo fjali apo nocione në anglisht apo frëngjisht që kanë një histori më të gjatë mbrapa tyre, kështu që mjafton ti cakitësh pak ato 2-3 nocione dhe personi tjetër dëgjuesi e kupton për çfarë po flet. Kështu që është normale që nuk